Imam Tabariu thot kështu: etika dhe moraliteti në islam nuk kuptohet vetëm moralitet i jashtëm, por islami sikur që përkujdeset dhe merret seriozisht me anën e jashtme, islami merret edhe me anën e brendshme. Do të thonë, ne nuk jemi besimtar vetëm kur jemi në publik, por ne jemi besimtar edhe kur jemi në vetmi. Ajo çfarë është e ndaluar në publik, është e ndaluar edhe kur jemi në vetmi. Harami mbetet i njëjti. Edhe pikërisht bukuria dhe fuqia e imanit, besimit të drejtë, shihet pikërisht kur jemi në vetmi dhe kur jemi larg prej syve të njerëzve. Prandaj disa dietar e kanë quajtur këtë etik integrale. Do të shiqoni mësimet e Kuranit dhe të pejgamberit alayhis salam qysh e formojnë karakterin dhe ndërgjegjen e një besimtari. Si e pasurojnë me këto koncepte kaq të pasura. Ndërsa nëse i bëjmë një analizë të përgjithshme ajetit, mesazhi thelbësor është ky: nuk mjafton të dukesh i drejtë, por në të njëjtën kohë duhesh të jesh i pastër edhe në brendësi. Shiqoni, do të thonë, ky ajeti 120 na ofron këtë mësim. Nuk mjafton, nuk është e mjaftueshme të dukesh i drejtë prej të tjerëve nga jashtë, por mjafton të jesh i drejtë, por edhe në brendi të jesh i pastër. Në të kundërtën, ne e dim se nëse në brendi njerëzit nuk janë të atill ashtu sikur shpërfaqen, atëherë kjo në islam në rrethana të caktuara e ka një vlerësim dhe një cilësim shumë të keq. Është waliyadhu billah hipokrizia, munafiqllëku. Munafiqët janë ata të cilët në brendi kanë diçka tjetër, ndërsa në anën e jashtme shpërfaqin diçka tjetër për shkak të opinionit dhe për hatër të publikut. Prandaj Kurani sa herë i çorton, thot ata kur ishin me pejgamberët dhe me besimtarët paraqiteshin si besimtar, e kur ishin në takime private në mes vete tallashin me besimtarët. Prandaj ajeti kërkon nga ne që edhe në anën e jashtme, por edhe në anën e brendshme të jemi besimtar.